E rrezikuar në vazhdimsi nga përmbytjet, Lezhë po bëhet gati për të përballur me stinën e rreshjeve. Pastrimi i grykderdhjes së lumit Drin është faza përmbyllëse e ndërhyrjeve antipërmbytje, që janë kryer në pikat më problematike. Kjo ndërhyrje konsiderohet thelbësore pasi batica e detit shpesh krijon probleme në shkarkimin e ujrave, duke ndikuar në evadimin e tyre gjatë rreshjeve me intensitet të lartë. Drejtori rajonal i ujitjes dhe kullimit në Lezhë, Nikolin Prendi, bën të ditur se pastrimi i grykderdhjes është një proces i përvitshëm, por institucionet janë të gatshme të ndërhyjnë edhe në mes të sezonit të shirave, nëse situata do ta kërkojë. Sipas Prendit, po punohet me ministrinë dhe institucionet financiare për sigurimin e një drage amfibe, që do të mundsojë ndërhyrjen më efikase në çdo periudhë të vitit. Praktikisht në këto momente që po flasim, ne kemi përfunduar pothuajse të gjithë ndërhyrjet e parashikuara për vitin 2025 në rrjetin kullues dhe mbrojtjes nga përmbytja. Po punojmë ne gatishmërinë e argjinaturëve, gatishmërinë e rezervuareve dhe grykderdhjes lumenve. Praktikisht kjo është një ndërhyrje e përvitshme që bëhet në grykderdhjen e Drinit si rezultat i baticave që krijohen në këtë zonë, të baticave të detit. Kjo grykderdhje bllokohet thuajse totalisht dhe ne këtë ndërhyrje bëjmë të përvitshme në këtë sezon, në këtë periudhë, në mënyrë që ne të garantojmë shkarkimin e ujrave të lumit Drin në det dhe të shmangim efektin e përmbytjeve. Ne po punojmë fort me Ministrinë e Bujqësisë, me institucione financiare si PNUDI, në mënyrë që të na mundësohet një drag amfibe që të bëjmë të mundur mbajtjen hapur jo vetëm të grykderdhjes Drinit, por të gjithë pjesës nga grykderdhja e Drinit deri pjesa e qytetit totalisht deri në kanalin e ujrave të larta që është në fund të lagjës Skënderbeg. Ndërhyrjet që po realizohet pritet të minimizojnë rrezikun e përmbytjeve në Lezhë, të cilat preken në jo pak raste nga prurjet e larta të Drinit.